halal deputeti, 2 herë halal mileti, që i pëlqen dekorista shalojnë si gomar, halal që habar. Nafta në bursë ka rënë, po këtu të ne vetëm ngrihet nga bordi i zhvatjes. Që kjo qeveri e shajdute e dim, se për ndryshe nuk do ishte gjysma në burg dhe gjysma tjetër nën akuzë për korupcion. E dim edhe sepse e ndjejmë në lëkurë në çdo detaj. Por sot unë dua të bëj me faj ty që më dëgjon. E kam me ty që e sheh se si po na vjedhin dhe nuk bëzan more asnjë gërm. Me ty që e sheh se si po rriten të gjitha çmimet, sepse nafta është më e shtrenjta në të gjithë botën pothuajse, dhe prap nuk guxon të dalësh dhe të kërkosh lekët tua. Se këto që po na vjedhin o vlla, o motër, janë lekë tona. Ato lekët për të cilat ti dhe unë dalim pak dhirë nga shtëpia dhe hym në darkë në shtëpi. Që ropatemi nga mëngjesi deri në darkë, kush me rroge, kush me biznes, si e ku të mundemi që të mbajmë veten dhe familjen. Por si mor vëlla, moj motër, e paske kaq të lehtë të tolerosh e të t'i vjedhin ato që ti bën me mund. Ama shpjegon dot se si funksionon kjo punë. 2 herë thirrën protestë për naftën. Një grush njerëzish erdhën, të tjerët spektator nga divani apo kafja. E pra, 2 herë halal o milet që të pëlqen të ta shalojnë si gomar. Halal pra, dhe që habar. Ta gëzoni naftën me 210 lekë dhe nëse vazhdojmë kështu dhe më shumë do të rëndohet shala, të jemi të sigurt.